Si bënte ibadet Hazrat Mesiu premtull Islam dhe si e falte namazin është transmetuar një ngjarje nga Mia Ali Muhammedi. Ai thot: Njëherë e pash huzurin duke falur sunetet. Ai po falte sunetet para farzit. Huzuri i kishte lidhur duart mbi kërthiz, pra sipër kërthizës. Gishti i mesëm i dorës së djathtë arrinte deri te bëryrli, madje pak më poshtë. Kur bënte sejdë, ai vendonte ballin dhe hundën në tokë mes dy duarve dhe gishtat i kishte të drejtuar nga qabja. Duart i mbante drejt, pra. Kur ngrihej nga sejdja, për shkak se qallma e tij e bekuar ishte e lirshme dhe zhvendosej prapa, ai e drejtonte me gisht. Këto sunete huzuri i fali në Xhamin Aksa në Kadian, në jug të varrit të babait të tij, se aty ndodhet pranë edhe varri i babait. Pastaj filloi namazi farz, të cilin e udhëhoqi Hazrat Maulvi Nuruddini.